Presidenti francez Emmanuel Macron i është përgjigjur nga Tirana kritikave të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani se BE-ja sipas saj po lëshon mesazhe të këqija për rajonin ton, duke thënë se po u hape dera atyre që shkojnë në Moskë tek Putini dhe po bllokohet Kosova. Në konferencën e përbashkët për shtypjen e kryeministrin Rama, Macron tha se shpreson që javën e ardhshme të nisë dialogu mes dy vendeve, ndërsa përmendi edhe problematikat politike dhe sociale të tyre. Macron theksoi se rifillimi i dialogut Prishtinë-Beograd është i rëndësishëm për të gjithë rajonin. Udhërfyesi është i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. BE kërkon avancime konkrete mbi zgjedhjet e komunave që nuk kanë qenë të kënaqshme mbi çështjet e sigurisë. Duhet të dalë nga kjo përballje që bllokon situatën. Uroj që javën e ardhshme të fillojë dialogu me Prishtinën dhe Beogradin, sepse secili vend është përballur me vështirësi politike dhe sociale. Është e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendoj që kërkesat janë legjitime, nuk duhet të lëmë të vendoset një dialogi tërthort, u shpreh Macron. Një ditë më parë Osmani tha se ka një blokadë tonale nga ana e BE-s. Nuk vlerësohet puna jon, nuk vlerësohen reformat e ndërmarra, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% me politikat e tyre, sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë, por edhe politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton. Më shumë po u hapet dera atyre që shkojnë në Moskë tek Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër veç BE-s.